të kanë hequr nga puna pa pritur, kujdes, të drejtat e tua nuk zhduken. Por sa kohë ke për të vepruar? Duhet të dish se ke vetëm 180 ditë kohë, pra 6 muaj nga momenti që të kanë hequr nga puna. Ke 180 ditë kohë për të bërë kërkesë padin për dëmshpërblim për heqjen pa të drejtë nga puna. Pas këtij afati, e drejta jote humbet. Por kur pushimi nga puna është i palishëm, kur është bërë pa shkaqe të justifikuara, pa procedurë paralajmërimi, pa njoftim të shkruar dhe kur cënohen kriteret apo periudhat e mbrojtura ligjërisht. Çfarë dëmshpërblimi mund të kërkosh? Mund të kërkosh pagat e humbura, sigurimet shoqërore të papaguara, shpërblim për vjetërsi, kompensim për shkëputje të menjëhershme dhe në disa raste dhe rikthim në vendin e punës. Lidh provat dhe më kontakto. Shkruaj punë në komente nëse ke pyetje rreth kësaj teme apo do një ndihmë ligjore paraprake nga ana ime. Faleminderit.